Shqetësuese, 8 raste të dhunës për 24 orë. Vetëm brenda 24 orëve janë raportuar të paktën 8 raste të dhunës në familje në qytete të ndryshme. E kjo, po që është një fenomen shqetësues. Prizren, Pej, Prishtinë, Istog, Gjiljan, Klin e Fushë Kosovë. Në Prizren një 24 vjeçar është arrestuar pasi që dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj familjes së tij, i cili rezulton recidivist i dhunës në familje dhe është dërguar në ndalim për 48 orë. Në vitomirisë të Pejës, 20 vjeçari dyshohet se ka goditur bashkëshortën me shuplaka pas një mosmarrëveshjeje. Viktima nuk ka pësuar lëndime serioze, ndërsa i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. Në Prishtinë, 30 vjeçari dyshohet se ka kapur përfyti ish bashkëshortën pas një konflikti lidhur me takimet me fëmijën. Në Istog, 51 vjeçari dyshohet se ka goditur bashkëshortën dhe vajzën 11 vjeçare. I dyshuari, sipas familjarëve, ka probleme mendore dhe është pacient i trajtimit psikiatrik, ku më pas është dërguar në ndalim 48 orësh dhe transferuar në qendrën e shëndetit mendor në Pejë në mbikëqyrje policore. Në Gjiljan, një 27 vjeçar është arrestuar pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psiqike dhe ka kërcënuar me thik familjarët e tij. Edhe ky si recidivist i kësaj vepre penale është ndaluar për 48 orë. Në Klin ka ndodhur një konflikt mes motrës dhe vëllait, ku më pas i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt pas intervistimit. Në Fushë Kosovë, një përplasje fizike mes nënës dhe vajzës ka rezultuar me trajtim mjekësor, ndërsa të dyja janë intervistuar si të dyshuara dhe më pas janë liruar në procedurë të rregullt. Numri rasteve të dhunës sapo vjen e po shtohet, por cilat mund të jenë arsyet që puna mund të vijë deri aty?